LDK-hi edhe PDK-hi janë bashkë në koalicion. Gjuha e kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ndaj lidhjes demokratike të Kosovës ka pamundësuar bashkëpunimin e mundshëm në mes të këtyre dy taboreve politike për formimin e qeverisë së re. Kryetari i LDK-s Lumir Abdi Gjiku të martën ka refuzuar ftesën për takim konsultativ të ftuar nga kryeministri në detyrë Albin Kurti për konstituimin e kuvendit e formimin e qeverisë. Në një përgjigje me shkrim postuar në rrjetet sociale pas takimit me nënkryetaret e LDK-s, Abdi Gjiku shkruan se pranimi ftesës nga Kurti pas gjuhës së tij të përdorur para, gjatë e pas fushatës do të ishte kapërcim fatal i dinjitetit njerëzor dhe politik. Mes hajvanatit mbytjes së LDK-s, bashkëpunëtorëve të Serbisë, mes moçalit të madh të pështymave ndaj nesh, unë, LDK dhe votuesit tanë nuk e gjejmë veten as për konsultim, sepse fjalët, si edhe bindjet, kanë peshë. Fjalët e thëna ndaj nesh kanë peshë dhe fjalët tona, ato që u kemi dhënë qytetarëve tanë, atyre që nuk joshën nga spektakli i përçarjes, por që besojnë se shteti ndërtohet me respekt e dinjitet, kanë peshën e fjalës së dhënë, peshën e besës, besë do të ketë. Abdi Gjiku ka thënë se LDK-ja do ju qëndroj prapa qëndrimeve të dhëna edhe karshi subjekteve të tjera politike, derisa ka thënë se nuk do të pengoj konstituimin e kuvendit. LDK e pret dhe e mbështet konstituimin e kuvendit më 15 prill. Nuk ka dhe nuk do të ketë asnjë pengesë. Prandaj le ta konstituojmë kuvendin e Republikës. LDK nje të drejtën legjitime, demokratike dhe kushtetuese të partisë së parë për të marrë mandatin për qeverisje dhe në rast të dështimit të saj, nje të drejtën e secilit për të ndërtuar shumicën. Qëndrimet tona janë të qartë. Në mungesë të votave të mjaftueshme për formimin e qeverisë, të dielën kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti i është drejtuar lidhjes demokratike të Kosovës. Kryetarin e saj e ka ftuar për takim derisa ka ofruar 3 orare eventuale për të mërkurën e të njëjtën. Pa mbështetjen e komuniteteve jo serbe, lëvizja vetëvendosje ka të siguruara 48 ulse, vota këto të pamjaftueshme për konstituimin e kuvendit e votimin e qeverisë së re.